sjellja e tyre ishte përçmuese ndaj tij, dhe isha shumë i çuditur, i habitur. Por në fakt në ditën kohë kjo më solli në kujtesë atë që ne besonim që prej fillimit, pra që Zoti tha që në të vërtet nuk kishte marrëdhënie të një moment apo të rëndësishme me këtë trup të komandantëve në terren, dhe që kishte shumë pak gjasa që ata të kërkonin udhëzimet e tija, aq më pak urdhrat e tij apo që të raportonin për aktivitetet e tyre tek ai. Nuk kishte mos pajtim pra me generalin Clark për sa i takon përpjekjeve të rusëve për të marrë aeroportin, përpjekjet e rusëve për të marrë aeroportin përpara se KFOR-i të hynte në Kosovë, dhe unë, generali Clark dhe generali Jackson, edhe është merit e tyre kjo, kishin tejkaluar këtë mosmarrëveshje serioze, dhe kur generali Jackson pati nevojë që të sillte komandante UÇK-s, që komandante UÇK-s ti kalonte aty dhe ti rivendoste, ti binte ata që të pranonin pra kushtet e zbatimit të marrëveshjes, konkretisht marrëveshjet për krijimin e një forcës së mbrojtjes Kosovës, si organizatë civile e paramendosur. KFOR ishte afër pra afatit kohor që ishte dhënë dhe duhej ndihmë për të bindur komandantët që të jepnin një përgjigje pozitive, sepse afati kohor po afrohej. Generali Clark bëri një prezantim shumë të fuqishëm, të zgjatur dhe gjerësishëm, lidhur me rëndësinë e legjendës së Cincinnatit, dhe pas duke biles hoqe edhe gjaketën e tij, i cili hoqe gjaketën e tij që ishte i paramatosur dhe ju nënshtrua kontrolli civil. Në fund të paraqitjes prezantimit e Wesley Clark, generali Jackson bëri një pushim dhe njerëzit morën ndonjë pije, pushuan. Të gjithë ishin aty, përveç zotit Thaçi, i cili qëndroi po lëvizni pra apo merrnin diçka, ndërsa zoti Thaçi qëndroi aty ku ishte. Dhe komandantët e tjerë po bisedonin me njëri tjetrin, nëse flisin anglisht, ata që dinin anglisht, dhe po bisedonin me generalin Clark. Dhe unë me qëllim nuk shkëmbeva, nuk pata shkëmbime me zotin Thaçi, as nuk kam shikuar në drejtim të tij, si vëzhgues më duk se sjellja e tyre ishte përçmuese ndaj tij, dhe isha shumë i çuditur, i habitur. Por në fakt në ditën kohë kjo më solli në kujtesë atë që ne besonim që prej fillimit, pra që Zoti tha që në të vërtet nuk kishte marrëdhënie të një moment apo të rëndësishme me këtë trup të komandantëve në terren, dhe që kishte shumë pak gjasa që ata të kërkonin udhëzimet e tija, aq më pak urdhrat e tij apo që të raportonin për aktivitetet e tyre tek ai. Shënjestër.net